në çdo çast. Që nuk është për të habitur. E shpjegoj këtë Toma shumë bukur edhe megjithatë, profesor, cilët skenari sheh më të mundshëm? Do të bëhen të qeveria me 26 tetor apo do të shkohet në opsionin që edhe këtu e thamë që ndoshta është opsioni i fundit pra shkuarja në zgjedhje? Si e mendon, profesor? Po, tani nuk ka kohë për të zvarritur, ndoshta nëse do të kryhe balotazhi, po mendoj dhe pastaj të formohet qeveria, ndoshta shumë më lehtë do të formohet qeveria, por tani në ndeshjet e balotazhit vështirë, domethënë që shoh krijimin e qeverisë. Nuk e di se kush do të mund të lëshonte pek. Fatmir Limaj që ka qenë i gatshëm të krijonte të merrte qeveri, tani por me kushtin me pas sekretar në parlamentit, nuk e dia do të pranoj tani që të futet në qeveri. Nëse do të futej, kjo do të ishte një mundësi për ta bërë qeverinë. Anën tjetër, i bjen nëse LDK-ja të ndryshoj mendjen dhe të pranoj të futet në qeveri me vendosjen. Nuk e di. Mund të ndryshoj, por nuk po mund të prognozoj. Dhe mundësia tjetër është që vendosja të ndryshoj mendjen dhe të bëj koalicion me PDK-n, që do të ishte fatale për vendosjen, por nuk e di nëse do ta bënte këtë ndryshonte këtë qendrim apo jo, sepse PDK-ja natyrisht është e gatshëm të hijë në koalicion me këtë qoftë dhe aty mjafton pak me shti mongën. Kështu nuk tha, profesor, kështu nuk tha kreu i vetë PDK-s, Memli Krasniqi, tha se ka vijat kuqe për një koalicion. Po thëtë sepse nuk ja ka afru mundësin Albin Kurti, por në momentin që Albin Kurti të thoshte do t'i bënte ofertë, sigurisht që do t'a pranonte më të parën. Sepse për PDK-n më rëndësishme është më fut në qeveri, pastaj e ka mekanizmat tjeri, ka të gjitha, sepse i ka prokurit me veti, ka gjykatat me veti, ka shumicën absolute të media me veti, edhe veç një hisë të qeverisë me marrë pjesë, de facto PDK do ta merrte pushtetin në dorë sërish, që andaj do të ishte fatale për vendosjen nëse do të bënte një koalicion me PDK. Pajtoni... Ai ka në fakt 3 pushtete nga 4 të mundshme, veç i ka, duke qenë opozit, se që vendosja, duke pasur një ministrit pa aftë për drejtësinë, nuk ka arritur të marrë të marrë një jo kontrol, po të paktën ta neutralizoj, ta bëjt pavarur prokurorin ose ta bëjt pavarur gjyqësinë. Pastaj në fushën e medjave gjendja, domethënë, është akoma më shumë i ka ndorë PDK-ja tani mediat se sa në kohën kur Hashim Thaçi ka qenë kryeministër dhe kur i ka dhënë parë me grusht. Qartë. Kështu që këtë gjë për shkak nuk ka arritur qeveria Kurti ta neutralizojë dhe prandaj PDK-ja ka 3 pushtete, vetëm të 4-tin, vetëm qeverinë e ka vendosja dhe nëse edhe atë e ndonë me PDK-n, vaj halli për të. Pajtohesh, avokat, me profesorin kur thotë se PDK-ja është e gatshme për koalicion me lëvizjen vetëvendosje, vetëm se nuk i ka ardhur një Po ne nuk e dim faktikisht këtë, pa marrë parasysh që unë e thash që unë nuk i besoj deklaratave që japin studio televizive, janë kalkulime krejt tjera kur shkojnë zyret e tyre, pastaj kanë sigurisht marrëveshje me diket tjetër se nuk besoj që një kryetar mund vendos veç vetë, do të thotë pa i pyetur edhe disa të tjerë që i ka rrethin e ngushtë të strukturave partijake, por sido që tjetë, sa unë e di, lëvizjes vetëvendosje mund t'i mungojnë në mënyrë deklarative 3-4, por jo më shumë se 5 deputet, dhe ka pas kohë të mjaftueshme, meqenëse se është parashiku që paka shumë që mund vim në një situatë të tillë me këto stërzgjatje, me këto blokada që i ka bërë gjykata kushtetuese për disa herë. Për shembull, vetëm për themi për herën e fundit. Me gjykimin e fundit, ajo dha një masë përkohshme që ishte rreth 30 ditë. E tash,
mrena këtyne 30 ditëve, por edhe ma herët, do të thotë numrat janë të njëjtë, nuk ka ndryshu diçka, ka pas kohë të mjaftueshme, vetëvendosja do të thotë që të bëj marrëveshje me dikë tjetër, qoftë me parti, apo me deputet caktuar që do të votojnë qeverinë Kurti 3 në ditën kur faktikisht do të dalë në parlament me atë që do të propozoj vetëvendosja për kryeministër dihet, kabinetin e ministrave, faktikisht kabinetin qeveritar që do të propozoj, mandati është dhënë nga presidentja dhe ma tepër s'mund themi. Po diçka mos po harroj pa e thonë, e kam shkruar një 7 herë këtu, edhe për me thonë. Mirë thuaje. Po themi prapë te protesta. Nëse vetëm parti do thotë që po vajtojnë, e më shkojnë shumë nerva, edhe këta deputet që janë me emna dhe me mbiemna që kanë votuar gjykatën speciale. Nuk po të flasë për ata deputet listës sërbe se prej atyre edhe është prit. Para mënën na kemi ranë dikim sa kemi ndru dhe kushtetutën për me formu gjykatën speciale. Do të thotë, na e kemi thy faktikisht rregullat elementare edhe kemi delegu sovranitet jashtë Kosove në Hollandë, Hollanda është miqësor, do të thotë është okej, po pse me dërgu një sovranitet juridik. Dhe këta deputet që ende janë gjallë, janë shnoshë mirë, duken mirë, i kanë rrobat e shtrejta, këtë janë okej, për shkak se kanë edhe rrogat e mira, për shembull, deputet e PDK-s, deputet e LDK-s, deputet e AK-s dhe të tjerë, do të thotë që shqiptarë që kanë votu ligjin për gjykatën speciale. A mujnë ata ka pak muskuq kur shkojnë në shtëpi, po saqesh nëse dalin protesta na joni prej tyne, e që familjarët mi thonë, a jeti që i njëjti, që me dorën tane i ke qu dhëhesit e UÇK-s në burg. Ti është i ke qu në burg kur ke votu gjykatën speciale, se gjykata speciale fatkeqësisht do thotë që është formu vetëm një gjykatë një nacionale, vetëm të merret me shqiptarë dhe të tjerë, dhe pastaj këta, nëse sepse ka pas aludime, dikun me 22 dhjetor të vitit 2017, në tentativë për ta zhbërë gjykatën speciale, kanë qenë një 3-4 nënshkrime, një pjesë e deputetëve të atëhershëm që disa janë edhe tash deputet, kanë thonë që nuk e din çka kanë nënshkruar 2015, 2 vjet më përpara. E tash, masi kemi 10 vjet të themelimit gjykatës kushtetuese, nashta e kanë memorien e shnosh, a mujnë ata me përpilu një listë me emra dhe me mbiemra, deputete PDK-s, LDK-s, AK-s dhe të tjerë, shqiptarë që kanë votu ligjin për gjykatën speciale, edhe me shku ditën e hanë, për shkak se sot është e premte, ditën e hanë, do thotë ditën e ardhshme të punës, edhe me shku në parlamentin e Kosovës dhe me thonë, na po dojmë me zhbot gjykatën speciale. Po me emna me mbiemna. Jo veç me dalë aty, do thotë në protesta dhe me dalë, do thotë në për televizione, do thotë që me tardë marra. Qaj që ka votu gjykatën speciale, vjen në për televizione, do thotë edhe vajton me lëtë krokodili për gjykatën speciale, vetë e ka formu. Sepse vetë që emni gjykatë, vetë emni polici, vetë emni hetuesi, vetë emni prokurori, do thotë sjell diçka që ka klamis penale, edhe që janë sigurisht fshira. Ata që po mënona me thonë është që në ti japin në nënshkrimet e tyre, me emra dhe me mbiemra, edhe në të kërkojnë zhbërjen e gjykatës speciale. Edhe njerë për thëmë, partit opozitare, të gjitha ata deputet që kanë votu gjykatën speciale, qoftë nëse është edhe ndonjëri i ri, që nuk ka qenë deputet vitin 2015, po i përket tyne partive politike, sepse ata e kanë votu gjykatën speciale, do thot me direktiva politike. Në dalin tash me nënshkrim edhe në të kërkojnë zhbërjen e gjykatës speciale, thjesht në dalin. E tash, sa i përket disave që djek kanë qenë për gjykatën speciale, sot kundër gjykatës speciale, unë po ju garantoj, sepse ndryshe s'mundet me qenë, as një pik, as një presje nuk është ndryshu në ligjin për gjykatën speciale, sepse as që mund të ndryshot, për shkak se gjykatën speciale kanë mbyllur hermetikisht, është që dishka ka lindë keqe, Parlamentin e Kosovës vitit 2015, dhe kemi lënë që të fluturoj në Hagë, e që i fluturimi në Hagë i ka marrë do pjesëtar të UÇK-s, dhe që gjykata është juridikisht, hermetikisht e mbyllur se nuk mund të ndikoj askush në zhbërjen e gjykatës speciale, përveç që vinë, do thotë, dveshur bukur edhe vajtojnë studio televizive, mirë pa ata e din. Për këtë arsye dhash një ide tre, që s'pakun se kam thonë kur, net nënshkrujnë me emra dhe me mbiemra, net të dërgojnë Parlamentin e Kosovës, po edhe net të dërgojnë, duken pas ma të fuqishëm, ma burra, ma gra, net të dërgojnë edhe në ambasadën amerikane, që me thonë, unë filan fisteki, vorë në ashta, të do të qëta partive opozitare, po kërkoj më zhbot gjykata speciale. E jo, kur folin parlament, kur folin me Albin Kurtin, cilësit kryeministrit, folin pak sa ma ndryshe, krejt ashpër, po kur folin me ndërkëmtar, folin qëtash sikurone. Me zotë vogël, me nëzëqi Nina. A u niva në i tru? Që ka që bët folin? Me të hujtë.
që si jemi. E qartë, të kthehemi sërish aty ku ishim duke folur sepse e sqaruat mjaft mirë këtë që kishit për të thënë dhe na kthyet sërish në temën e parë. Megjithatë, po flisim mbi atë se po e parashtroj tani më si çështje se profesori e përmendi tha se PDK-ja është pro të qenit në një qeveri me lëvizjen vetëvendosje. A mund të jetë kjo ndoshta për shkak edhe se nuk i konvenon shkuarja në zgjedhje dhe realisht ai konvenon shkuarja në zgjedhje PDK-s, duke qenë se nga këto ngjarjet e fundit edhe është vërejtur sikur tashmë ata dhe kanë disa probleme të brendshme nga ajo që është thënë, sepse patëm edhe dje deputetin Najt Hasani i cili tha që duhet të ristrukturohet krejtësisht kryesia e PDK-s, kërkoi madje edhe ndërheqjen e kryetarit Memli Krasniqi, siç kishte bërë edhe tashmë kryetari i Drenasit Ramiz Ladrovci. I konvenon realisht shkuarja në zgjedhje? Ata i din punët e veta mas mirës janë brenda, mirë po ajo që ne themi që nuk jemi pjesë e politikës aktive, na i shohim deklaratat që prap i japin mediat saktuara, duke filluar nga zoti Ladrovci që tha faktikisht që ai është PDK, tha që ka pas probleme të ndryshme dhe është edhe mirë që është votu, mirë po duket që nuk e ka pas përkrahjen e strukturave kryesore në Prishtinë, kuptimin e kryetarit, zotit Krasniqi dhe të tjerëve, sepse nuk ka ndodhur që 1 milion vjet, ka ndodhur që 1 javë. Pastaj të tjerë do të thotë që po deklarohen, mund të ketë probleme të brendshme, por ata duhet të zgjidhin problemet e brendshme vetë. Por sido që të jetë, unë besoj që oferta nga vetëvendosja nuk do të vjen, thjesht, mirë po prap ato fjalët magjike, do të thotë nëse gjinde, do të thotë nëse eventualisht vjen situatë të tillë, do të përdoren ato fjalë magjike nga të dyja palët, dy taborët, që është në të mirë të shtetit dhe të tjera mos me përsëritur në vetveten, por zgjidhje duhet të ketë, sepse këta po friksohen edhe pak më shumë partitë opozitare. Shka nëse Albin Kurti thjesht vendos që mos me qenë pushtet. Edhe me thonë, hajde shka, nuk kam rëndësi apo më i gjetë 3-4 deputet, apo jo qas apo mungojnë, po mbetna në opozit. Shka bojnë këta? Me qenë se me mishë e me shpirt, do thot, nuk kanë lënë san pa fol keq për Albin Kurtin. Duke thonë, jo, kjo është shpion i Serbis, jo është i Rusis, her ju përzishin, her i Rusis e her i Serbis, her edhe i do tjerave, do thot, janë çështje që sa ma tepër e kanë shoh Albin Kurtin, qaq ma shumë e kanë lëndu vetveten, jo Albinin, sepse dikujt i mundesh mi thonë shka dush, po Albini është çaj që e ka kthy sovranitetin e pjesës më të vlefshme të Kosovës, që është veriu. Dhe nëse këta faktikisht nuk mundin me formu qeveri, qeveri po them nëse eventualisht vetvendosja nuk don apo nuk mundet. Atëre po i bie, jo ne pedim që ata nuk janë unik. Po PDK-ja, LDK-ja, AK-ja, të gjithë këta që janë bashkë, pindojnë dy tabore. Ne vetvendosja me këta që përkrahin, do thotë janë pakica jo sërbe, edhe pjesa tjetër partitë opozitare të gjitha. A mund ta bëjnë të tjerët një shumicë? Nuk mujnë se ata me konë që mujnë, ata kishin ngaru si një listë, kishin ngaru faktikisht si një koalicion. Si koalicion sigurisht që kishin fitu zgjedhjet e 9 shkurtit, pa ata në të ndonë për 1 milion arsye. E këto 1 milion arsye, ata nuk i lojnë do të jenë të bashkuar, pa marrë parasysh që fjalët i kanë krejt të njëjta, çështja kombëtare, Kosova, zhvillimi, NATO-ja, Bashkimi Evropian, janë terminologji që veç një rrogë me marrë si deputet, zvyn ma shumë, krejt i mëson përmensh. Edhe është thjesht si kur këngëtar që këngën e mësoj njëjtë, edhe këta deputet i thojnë fjalët e njëjta dhe gjithmonë i kanë thonë të tilla. Profesor. PDK-ja për shkon drejt përçarjes, vetëm timin nga Haga i Kadri Veselit mund të shpëtoj PDK-n nga përçarja. Nëse Kadriu kthehet, atëherë ai bëhet kryetari i PDK-s edhe i thotë Sami Lushtaku Trustiç aty në Skanderaj, edhe Ramizit e thotë Trustiç aty në Drenas, Mirini, edhe i pajton dy palët edhe nuk ka me pos sharjet. Në të kundërtën, nëse Kadriu dënohet, atëherë PDK-ja sigurisht që shkon drejt përçarjes. Dhe do ta kemi një pjesë, pavarësisht se kush do të jetë kryetari i PDK-s në qendër, po strëmbullar të këtyre, të dy krave do të jenë Sami Lushtaku dhe Ramiz Ladrovci. Do ta kemi një si ndarjen e LDK-s pas vdekjes së Rrugovës, ku u ndanë në dy pjesë, Daci edhe Sedim.
Profesor, mendon se do të merret përgjegjësia brenda PDK-s mbi atë se çfarë ka ndodhur në Drenas, sepse pikërisht për këtë edhe u kërkua dorëheqja e Memli Krasniqit. Tashmë edhe ka edhe deputet brenda PDK-s që e kërkojnë këtë gjë. Shiko, Memli edhe mundet me ndërheqje me hek, por nuk heket Samir Shtokun. Ai është kryetari i Skënderajit, edhe është figurë qendrore e PDK-s. Kështu që ai konflikti nuk ka lind për shkak Memlit edhe Ramiz Ladrovcit, po ka lind për shkak të Samir Shtokut, konfliktit me Samir Shtokun dhe Ramiz Ladrovcit. Dhe këtu, domethënë ky tashmë, prandaj kjo përçarje e çon PDK-n drejt ndarjes në rast se nuk kthehet sa më shpejt nga Haga Kadri Veseli. Vetëm ai mund ta shpëtoj PDK-n nga një çarje. Tash po shihen për rënditën figurat e ndryshme të PDK-s për rënditën ose njërë anë ose në anën tjetër. Dhe kjo çarje do të... Dhe pikërisht për këtë, profesor, në rast se do të shkonim në zgjedhje të jashtëzakonshme, si do të ndikonte gjithë kjo situatë pastaj në rezultatin e PDK-s? Varet se çarja nuk bëhet trattat. Po më pa ajo vazhdon, po më është një proces. Varet deri ku do të shkojë kjo çarje në momentin e zgjedhjeve. Por nuk do të ketë për shembull kandidat të Skënderajit do të marrin pak vota në Drenas dhe Anasjelltas. Kjo është më ashqare. Tash si do të reflektoj kjo në diskursin e përgjithshëm të partisë mbetet më pa. Ndoshta kjo i jep shansën më shumë edhe këtyne kandidatëve për deputet që do të vinin nga pjesë tjera të Kosovës, sepse ne kemi parë që në zgjedhjet e fundit kryesisht shumica absolute e deputetëve të PDK-s janë nga Drenica, o nga kjo Drenica sipërme, o nga Drenica e poshtme, që kjo mund të ndryshoj, sepse pastaj sasia votave që marrin ta deputet në këto do të jenë të ndryshme. Për shembull, ata që janë përkthelurit e Samir Shtokut, pak vota do të mund të marrin në Drenas dhe Anasjelltas. Ata që do të jenë në krah të Ramiz Ladrovcit, pak vota do të mund të marrin në Skënderaj. Dhe kjo përçarje do të shkojë domethënë deri në momentin nëse nuk... E qartë, profesor. Po, një mendim të fundit. Përçahet vota e PDK-s me përçarje. Po, ato që u tha faktikisht që për shohmi çdo ditë ka kritika ndaj njëri tjetrit dhe këto kritika shpeshherë janë tashpra që janë publike dhe mendoj që këto e damtojnë PDK-n si parti dhe mund të damtojnë qoftë prej udhëheqësisë dhe të tjerë, kështu që nëse shkohet shpejt, do thotë me këtë inercion në zgjedhjet të parakohshme, rezultati mund të jetë edhe jo i dëshirueshëm çfarë dëshiron PDK-ja dhe sigurisht votuesit e tyre. Qartë, avokat, të falenderoj shumë që ishe sot në këtë studio. Faleminderit për mundësinë. Profesor, faleminderit shumë për këtë lidhje direkte. Faleminderit.